Përshëndetje nga sofra shqiptare. Për iftar kam sjellë recetën e mini picave në një përgatitje thjeshtë për iftar. Besoj se kam ju pëlqyer kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen e picave për iftar. Në fillim e përgatisim brumin. Në një enë shtojmë 200 ml me ujë të vakët, 150 ml me qumësht të vakët, shtojmë një paketem apo një lugë gjelle të mbushur plot me moja buke të thatë. Nëse s'keni të thatë, mund të përdorni të freskët. Një katrore, gjysmën e katrorës, ato katroret 40 gram që i ndani në gjysmë, 2 lugë gjelle me sheqer dhe masën e përzijmë kështu me lugë që të aktivizohet pak moja e bukës. Nuk nevojitet një përzijje e gjatë, vetëm se pak. Tash ja shtojna 50 ml me vaj. Përsëri e përzij masën dhe shtoj millin. Mill gjithsej do na duhet diku rreth 600 gram. Mirëpër në fillim shtojmë një pjesë. Shtojmë dhe një lugë gjelle të mbushur plot me krep. Dhe tash vetëm se e përzijmë brumin, kështu në fillim të e punoj me lugë. Shtoj tjetrën pjesë të millit. Millin shumë mirë të shtohet gradualisht, mos shtohet deri për një herë. Përzij. Kam punu brumin, nuk ka pas nevojë fare ta punoj me dorë, kështu vetëm se me lugë ka qenë mjaftueshëm. Tash sipër i shtoj vetëm pak vaj. Kështu me anë të lugës mundohem që vajin ta përhapi nga gjitha anët. Mjaftueshëm është. Tash e mbulojna enën ku ndodhet brumin dhe brumin e lajmë që të pushoj për 1 orë në ambient dhome. Brumi është dyfishuar mjaftueshëm, e kam lënë për 1 orë e 20 minuta. Tash e kalojna kështu në tavolinë pune. Hedhi miell, fillim tavolinë pune dhe kaloj brumin. Është bërë një brum shumë i mirë. Tash brumin pak e punoj kështu. Hedhi miell nëse ka nevojë përsëri. Gjejshim pak dhe brumin e ndaj në 12 pjesë të barabarta. Fillim të ndaj në 2 pjesë, secilën pjesë do ndaj në 6 pjesë të barabarta. Secilës pjesë ja jap formën e një kulaçi duke rrotullisur në mijë. Këtë mënyrë veprojna me gjithë brumin. Kam dhënë formën gjithë kulaçve, tash marr kulaçin e parë dhe filloj që të bëj hapjen. Një hapje me masi të një pjate të vogël, jo shumë të mëdha, pak më të mëdha se pjata e një filxhani. Kështu në këtë mënyrë i hapim të gjitha. Kjo është mjaftueshme. Vazhdojmë tutje në mënyrën e njëjtë. Hedhi miell her pas here kur ka nevojë.
Gjithë kuleckë i kam hapur kështu në masitë e njëjtë dhe i kam vendosur në 2 tepsine. Për tepsinë kam shtru letër për pjekje, tash sipër secilën e li me salcë domatesh. Mund të përgatitni me çfarë do lloj salcesh. Unë e kam përgatitur kështu në shtëpi. Kam shtru keqap, vaj ulliri dhe oregano. Mund dhe me salcë të gatshme, mundeni vetëm nëse me keqap, varet, po kjo përzierje bëhet shumë e mirë. Në këtë mënyrë i lyj gjithë picat e vogla, kështu apo mini pica. Gjithë mini picat i kam lyer me salcën sipër, tash ja vendosi kështu nga një fejë gjokspule tek secila. Vërtet dolin të bukura. Sipër gjoksit të pulës vendosi kështu nga një copë me suxhuk. Nga një fejë tomate. Dhe picat janë gati për pjekje. Kam nxjerr furrën në 220 gradë dhe në atë temperaturë do i pjeki për 17-18 minuta. Kam largu nga furra, tash sipër ju shtoj kashkavall. Kashkavallin e kam bërë në rende. Kashkavalli patjetër duhet të jetë kashkavall qumshti. Mund të shtoni kashkavall sipas dëshirës, më shumë më pak varet se si e doni. Kështu e përhapim. Sipër i shtoj specë të shtypur. Oregano. Dhe tepsien përsëri e kthej në furrë në të njëjtën temperaturë për 4 ose 5 minuta. I kam largu nga furra. Janë pjekur shumë mirë, mënyrën e njëjtë bëj pjekjen dhe tepsisë tjetër. Mini picat janë gati për konsumim, janë ftohur, ta ndaj një dhe ta shihni se si ka dalë. Vërtet ka dalë shumë e mirë. Besoj se dhe shija nuk ka për me mungu. Gjithë ju motra që përgatisni në këtë mënyrë mini pizza ju bëhet mirë. Se ju që ndoni kohë vazhdimisht për recetat e mia, jepni komentet bukura, ju faleminderit, ju lutem këtë video ta ndoni tek miqët dhe dashamirët tuaj. Zoti na pranoj lutjen dhe ditën e agjerimit.